Unë gazetarinë e fillova praktikën e gazetarisë, mbasi bëra kursin, e kam bërë te Gazeta Zëri i Rinisë. Te Zëri i Rinisë gjeta sekretare kolegjumi Liri Lubonjën, maman e Fatosit, që ishte një grua shumë e mirë, shumë komunikuese, shumë moderne, që të ndihmonte për çdo gjë. Kisha Vath Koreshin, kisha Pjerin Vatën, domethënë gazetar shumë të mirë që më dhanë dorë dhe më ndihmuan në ato kohë. Bile ishte problem, kishin dalë to docibaut, që quheshin, kritikoheshin profesorët. Edhe vijeshin fletrufe gjithandej. Dhe unë kisha bërë një shkrim të Zëri i Rinisë që kisha lavdëruar një studente që ishte shumë e mirë, dhe unë atëherë jetoja te daja im se familja ishte në Durrës, edhe bie një ditë e dera dhe ishte një djalë i ri, thotë, po kërkoj filanen, unë jam, i thashun. Do vish sa të japësh llogari atje te mbledhja jonë, tha, që e ke lavdëruar atë. Po, sepse ishin bërë dy grupe. Njëri grup me profesorin dhe njëri grup kundër profesorit. Edhe kam folë me Lirin atë kohë kështu, edhe më çoi Liri atje. Tha, mbro veten ande këtej, edhe kaloja ajo punë. Po që e kam pas një përballje kështu në kohë të vështira për të shkruar. Kanë qenë kohë të vështira, sidomos në periudha të caktuara. Por ishin kohë të vështira dhe kështu, e diti që Gazeta Adriatiku bëhesh me gërmat ishin prej plumbi dhe merreshin A-ja, B-ja, C-ja, nuk ishte e bërë e gjitha me dorë. Pastaj e vështirë të ta shkruar. Shumë. Teknikisht, po të teknikisht. Çishnin ata të shkretët, ata teknikët aty që punonin. Pasa do bëhet të frestin, do ta shifshe se mos ikte ndonjë gabim, a kështu se një gabim tikte edhe ike mirë pasaj në atë kohë. Edhe ka pas vështirësi. Mua më thanë një herë kur isha te Gazeta Adriatiku do shkosh në Ishëm. Gazeta s'kishte as makina as. Unë isha nusa re fare. Ishmi ishte fundi botës atëherë, s'kishte as rrugë as. Edhe sot e mendoj, them si kam shkuar. Kam shkuar me autostop. Ashtu? Po. Bët autostop në atë periudhë? Në autostop. Edhe në motor kam hyp. Se një pjesë rrugë deri këtu, një pjesë rrugë deri këtu, një pjesë rrugë. Nuk kishit frikë të bëni autostop në atë periudhë? Shikoj, di që nuk ka pas frikë. Nuk ka pas frikë, po thoshe që je gazetar, nuk ka pas frikë. Ti nuk ishe frikë nga të tjerët. Të tjerët sikur kishin pak frikë nga ty. Frikë sepse mund të shkojë ndonjë gjë për ta. Kështu që aty nuk ishte frikë. Pastaj kur kam shkuar atje në Ishëm, që mbarova atë që më kishin caktuar për të bërë, pastaj u ktheva me kryetarin e komitetit ekzekutiv, se ishte dhe ai atje në mbledhja, po për të shkuar unë e di se çka më heqë. Po si ishte përvoja kur shkuat në Ishëm? Ju si duk? Një fshat, domethënë i humbur, po që kishte një qendër shëndetësore, kishte dentist, kishte, domethënë se tashi thonë që s'ka fare, tashi zgjëndet doktor në fshatrat e largët. Po tashi ka vajtur edhe rruga, është ndryshe gjendja. Pa atëherë duhet shkoje me, domethënë zgjaste rruga kush e di se sa. Po me Kuksin, çfarë ju lidh, zonja Kozeta? Atëherë unë në Kukës kam lindur. Kam lindur sepse baba im ishte sekretari i parë i Kuksit. Në atë kohë dhe filmas lufte e caktuan atje sekretarët parë të Kuksit. Kuksi me Prizrenin kanë qenë të hapur në atë kohë, në 46-ën kur kam lindur unë. Dhe baba im atëherë ka pas misi me Fadilin, me Fadil Hoxhën, sepse ishin student të dy bashk. Dhe baba im ka marrë pjesë te martesa e Fadil Hoxhës. Kurse Fadil Hoxha ka ardhur vinte te shtëpia jon dhe tregon mama ime që të ka tundur një herë në Sallanxhak, sepse në shtëpitë atje në Kukës më kishin bërë një djep në ato shtyllat e tavanit,
edhe një sirjet kështu, asaj i thoshin sallanxhak. Edhe më ka treguar mamaja që ai më ka përkundur atje në sallanxhak. Kanë qenë domethënë shumë të hapura ato kufite, marrëdhëniet mes nesh kanë qenë shumë të mira. Më mbrapa pastaj u mbyllën dhe u bë qamet i madh. Sa vite jetuat në Kukës ju si familje? Jo, ne kemi jetuar 2 vjet në Kukës. Domethënë ju nuk e mbani mend Kukës. Jo. Pastaj kam vajtur e kam parë sepse dolan fotografi. Më çoi baba im të dilan fotografi te shtëpia ku kam lindur para se të përmbytej Kuksi. Dhe e kam foton me gjithë veshjen e Kuksit. Po. Po Tirana, çfarë simbolizon Tirana për juve? Po, në Tiranë unë po thuj se jam rrit kudo. Kam që nga Kopshti, që e kam pas Kopshtin te Pazari i Ri, që domethënë mbaj mend në atë kohë do ketë qenë viti 50-51, kam parë para Kopshtit ka qenë një i varur. Si sot e mbaj mend tmerr, ishte një tmerr. Nuk di ta them. Dhe 2 të varur të tjerë i kam parë para kinema 7 nëndorit. Të kanë ngelur si traumë kjo? Si traumë më kanë ngelur, si traumë. Pastaj atje në atë Kopësht, siç kalojnë kalamajt në Kopësht, po që janë thrime shpirti që kanë mbetur. Kujtoj që nuk doja të flija në drek, s'flija në drek. Duhet flinim gjithë flia dhe bëja kështu, shifsha, domethënë kush po fle, kush s'po fle. Pastaj është shkolla deri në klasën bëra dhe klasën e 5 te Kongresi Përmetit. Pastaj klasën e 6, 7 dhe vitin e parë gjimnazi kam bërë në Gjirokastër, se u transferua baba në Gjirokastër. Keni lëvizur në shumë qytete? Po, kemi lëvizur, kemi në Gjirokastër, Durrës, Tiranë. Pastaj u kthyem prap në Tiranë, shkollën e mesme e kam bërë te Petronini Luarasi, ka qenë shkolla ime, kemi pas një drejtor të jashtëzakonshëm, Riza Hajro quhej, që ishte e kishin të merë nxënësit, ai rusisht jepte, por ishte i pastër. Rinte me gomë në dorë për të fshirë muret po të kishte në një laps. Dhe bëri dhe një eksperiment që ne hiqnim këpucët dhe vishnim si biçim pandoflash te shkolla. Atëherë ka qenë një shkollë shumë e mirë. Shumë shkollë e mirë. Kështu që unë me Tiranën kam të lidhur shpirtin tim në fëmijëni, në adoleshencë, pastaj studente në universitet, në degën e gazetarisë. Deri sot, a? Edhe deri sot. Domethënë kam shumë kujtime nga Tirana, kam shumë dashuri për Tiranën. Kudo domethënë shoh, po që nuk është më Tirana që ishte, për shembull, nuk është Tirana që ishte. Do të kërkosh te Pazari i Ri, ato gjurmët e asaj Tirane nuk i gjen më. Ju mungon ajo Tiranë? Natyrisht, më mungon. E di pse, se është ajo nostalgjia. Ndofta tashti mund të jetë edhe më bukur sepse ka zhvillime, por mbeten ato dashuritë e vjetra, kujtimet. Mbeten, kështu që po periudhën e izolimit të Shqipërisë, të komunizmit, si e kujtoni? E kujtoj shumë mirë dhe periudhën e izolimit. E para më kujtohet doli filmi Salambo, u dha vetëm një ditë dhe u hoq. Dilnin libra nga letërsia e huaja, hiqeshin për një herë. U dënua Xheveir Spahiu e Mojkom Zeqo për poezi hermetike. Jashtetit as nuk bëhe fjalë që të shkoje të shikoje. Duhet ta shikoje Italinë fshehurazi, duhet ta dëgjoje muzikën italiane fshehurazi ose muzikën angleze etj. Si ta thush, kishte vështirësi edhe ekonomike, sepse erdhi një kohë që nuk gjeje dot kafe, t'jepnin vetëm një pak, u bë çdo gjë, nuk gjeje dot gjalp, nuk gjeje dot vezë, nuk gjeje dot
duhet të rije në radhë, mua më kujtohet njërë se unë pata dhe një periudhë që isha e internuar në Selenicë të Vlorës, sepse e dënuan baban tim me... Si ndodhi internimi për familjen tuaj? Atëherë, baban tim e dënuan për veprimtaria armiqësore, sikur ai kishte bërë domethënë lehtësim të luftës së klasave.